Ëndra për në botror vetëm pak orë larg, Kosova përballet me Turqinë për ta shkruar historinë. Sytë e gjithë shqiptarëve në Prishtinë, kryeqyteti gati për fest, RTK me transmetim të drejtë për drejtë. Procesi i deklarimit të pasurisë në Kosovë ka hyrë në orët e fundit, qindra zyrtar publik pa e deklaruar pasurinë. Kthimi i pronave të uzurpuara në veri vazhdon të mbetet sfidë. Pas 36 vjetësh, familja Bunjaku rimerr pronën e vet. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh, të nderuar teleshikues. Kosova sonte zhvillon një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e saj përballë Turqisë në finalen e play-offit për kualifikim në Kupën e Botës 2026. Dardanët zbresin në stadiumin Fadil Vokri me një mision të qartë, fitoren që do t'i dërgonte për herë të parë në një botror. Një sukses i tillë do ta shënonte një arritje historike për Kosovën në garën më të madhe të futbollit, e cila do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Meksik dhe Kanada. Teksa ëndra për botrorin është vetëm pak më shumë se një orë larg, futbollistët e Kosovës mbeten maksimalisht të përgatitur për ta dhënë më të mirën në fushë me synimin për ta siguruar biletën historike. Atmosfera në vend, veçanërisht në kryeqytet, gjatë gjithë ditës ka qenë mjaft entuziaste. Në Prishtinë kanë udhëtuar mijëra tifozë nga të gjitha trevat shqiptare, pa përjashtuar edhe tifozët e Turqisë. Teksa Kosova po bëhet gati për natën historike me synim kualifikimin në Kupën e Botës 2026, në kryeqytet gjatë gjithë ditës mbretroi atmosferë festive. Në sheshet e stolisura me flamuj shtetëror, tifozë nga Kosova e Turqia janë njohur mes vete. Për të parë mbështetur këtë lojë shumë të rëndësishme për Kosovën, kanë ardhur edhe shumë mërgjimtar tanë nga diaspora. Sonte 3-1, kena me fitue edhe më mërmenja që pavarësia e dytë, qoftë se fitojmë. Nga Italisë. Nga Italia me pa lojën? Veç për lojën, po. Forca Kosovë. Po edhe këto, në për kafenejnë e për. Tifozët nga Turqia? Gjithsesi. Kur po vinë shtete tjera në Kosovë, peshojnë sa mikprica jena dhe besoj që edhe turqit këto, turqit janë nga të neve dhe na kena paka shumë traditën e njëjtë, po besoj që po shihet edhe tash sa çfarë respekti me bën njëra tjetrës. Unë të pres që Kosova të fitojnë, edhe me ata rezultat minimal 2-1, dhe shpresoj që edhe kushërini im, Fisnik Aslani, që është në top form, që sonte të shojnë një gol kundër Turkisë. Dhe shpresoj që të jetë një lojë e mirë. Loja do të jetë e jonja. Edhe jena më të mirë, edhe jemi më të freskët, edhe jemi shtet hera parë, edhe po tentojmë për kampionat hera parë. Tifozët turq thonë se janë mirëpritur nga qytetarët e Kosovës. Ne po ndjehemi si të ishim në shtëpinë tonë, të gjithë na kanë mirëpritur, po na përshëndesin, të gjithë po ndjehemi si në shtëpinë tonë, në Turqi. Shqiptarët shumë mikpritës, shumë njerëz të shoqërueshëm. Kemi marrë shumë komente pozitive nga njerëz nëpër rrugë të qytetit. Restorantet na kanë ofruar edhe çaj e kafe falas. Turqia dort, Kosova bir. Turqia 4, Kosova 1, faleminderit. Shumë i emocionuar, nuk është hera e parë që jam në Prishtinë, unë jetoj këtu, shpresoj që të fitojmë, por nuk ka shumë rëndësi rezultati, ne jemi vëllezër dhe shok, por për të qenë sinqert, duam fitore. Të gjithë qytetarët që nuk kanë mundësi ta shikojnë lojën Kosovë-Turqi në stadiumin Fadil Vokri, atë mund ta ndjekin në ekranin e vendosur nga komuna e Prishtinës në shesh. Për transmetuesin publik, sot ishte një ditë maratonike transmetimesh speciale që do të kulmojnë në orën 20:45 me ndeshjen Kosovë-Turqi. Përpos dokumentarëve dhe emisioneve speciale, në studio tona kanë qenë të ftuar protagonistë rëndësishëm të futbollit vendor. Programi special para ndeshjes Kosovë-Turqi ka filluar në RTK1 nga ora 19 me studio brenda stadiumit Fadil Vokri. Intervista ekskluzive dhe shumë befasit të tjera do t'i paraprinë duelit të madh Kosova-Turqia. Ndërkohë, Federata e Futbollit e Kosovës u ka bërë thirrje tifozëve që të krijojnë atmosferë të jashtëzakonshme në ndeshjen vendimtare të Kosovës. Përmes një porosie motivuese, Federata e Futbollit nënvizon se kjo përballje përfaqëson një moment të rrallë historik
duke i ftuar tifozët që t'jenë aktiv dhe të mbështesin maksimalisht ekipin tonë. Ka momente në histori që nuk përsëriten. Sonte është një i tillë. Nuk është mbrëmje për të qëndruar ulur dhe për ta parë ndeshjen si spektator të qetë. Sot, secili prej nesh duhet të jetë në këmbë, me zërin në maksimum dhe zemrën që rreh një emër, Kosovë. Jemi vetëm një hap larg botrorit, një ëndër që tashmë është më afër se kurrë, thuhet kështu në njoftimin e Federatës së Futbollit të Kosovës. Do të ndrojmë tani temë. Kryeministri Albin Kurti është takuar me ekipin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, të udhëhequr nga koordinatori për zhvillimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në takim u diskutua për prioritetet e planit strategjik të ekipeve të Kombeve të Bashkuara 2026-2030, si dhe forcimin e mëtejmë të bashkëpunimin ndërmjet qeverisë dhe OKB-s. Të dyja palët riafirmuan përkushtimin e përbashkët për avansimin e prioriteteve zhvillimore të Kosovës dhe zbatimin e agjendës 2030. Përmes një komunikate për media, bëhet e ditur se Kryeministri Kurti theksoi se është e rëndësishme që prioritetet e planit strategjik të UNKT-s janë në përputhje me agjendën kombëtare të zhvillimit dhe mirëpriti vazhdimsinë e tyre. Procesi i deklarimit të pasurisë në Kosovë ka hyrë në orët e fundit, ndërsa qindra zyrtar publike ende nuk e kanë përmbushur këtë obligim ligjor. Autoritetet kanë paralajmëruar gjoba dhe masa ndëshkuese për gjithë ata që nuk respektojnë afatin, i cili përfundon sonte në mesnatë. Deklarimi i pasurisë për zyrtarët publik zhvillohet në 3 faza, me marrjen e detyrës, përfundimin e saj dhe përmes deklarimit të rregull vjetor për vitin paraprak. Sipas Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, mbi 10.350 zyrtar janë të obliguar për deklarimin e rregullt këtë vit. Megjithatë, në orët e fundit të afatit, qindra prej tyre ende nuk e kanë përfunduar këtë proces. Deri sot, deri në këto momente, në orët e pasdites të ditës së fundit, e kanë kryer obligimin shumica dërmuese e tyre, kanë mbetur edhe 300 zyrtar pa hapur fare deklarimin e pasurisë, e kanë lënë për momentin e fundit, dhe janë 350 që janë në përfundim të deklarimit të pasurisë. Kemi rreth 650 të cilët ende nuk e kanë kryer deklarimin e pasurisë, kur kemi edhe ndoshta më pak se 10 orë për përfundim të këtij procesi. Autoritetet paralajmërojnë se me njëherë pas përfundimit të afatit do të nisin procedurat ndëshkuese. Hapat e parë me njëherë me 1 prill, ne bëjmë listën dhe tentojmë ta pastrojmë atë dhe shqiptojnë gjobat mandatore për 30% të pagës mujore të zyrtarëve. Secili zyrtar që nuk e kryen obligimin deri në fund të ditës sot, deri në ora 12, nesër do të kontaktohet dhe do fillojnë procedurat për shqiptimin e gjobës mandatore që shkon deri në 500 euro. Sipas agjencisë, shumica e zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë nuk u përkasin niveleve të larta drejtuese, por ligji zbatohet njësoj për të gjithë. Në mesin e subjekteve deklaruese përfshihen zyrtar të administratës publike, polic hetues, si dhe për herë të parë edhe mjek dhe profesor të institucioneve publike. Vitin e kaluar janë shqiptuar mbi 130 gjoba për vonesa, përfshirë edhe zyrtar të lartë. Agjencia u bën thirrje të gjithë zyrtarëve që ta respektojnë afatin, duke theksuar se transparenca mbetet thelbësore për besimin e qytetarëve në institucionet publike. Në prag të plotësimit me 9 gjyqtar, Komisioni i Posaçëm i Gjykatës Kushtetuese u mblodh për të shqyrtuar emrat e nominuar. Vendimi për 2 kandidatët pritet gjatë seancës plenare. Plotësimi i përbërjes së gjykatës shihet si një hap drejt fuqizimit të pavarësisë së saj. Aktualisht vendimet merren nga 7 gjyqtar, kuota e tanishme e quorimit. Quorumi i plot i gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese pritet të kompletohet së shpejti. Komisioni i Posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emrim në Gjykatën Kushtetuese është mbledhur për të shqyrtuar nominimet e kandidatëve për gjyqtar, lidhur me përmbushjen e kushteve të parapara me kushtetu dhe ligj. 2 emra të kandidatëve për gjyqtar në Kushtetuese do të vendosen në një seancë plenare. Gjyqtarët zgjidhen me 2/3 e deputetëve që marrin pjesë dhe votojnë. Organizatat monitoruese kërkojnë që Gjykata Kushtetuese sa më parë të ketë përbërjen e plot prej 9 gjyqtarëve në mënyrë që të fuqizohet pavarësia e saj.
Në rast se hipotetikisht ndonjëri nga ata jep dorëheqje, atëherë bllokohet komplet puna e gjykatës kushtetuese dhe kështu që pamundsohet edhe funksionimi normal, edhe pamundsohet edhe shfrytëtimi dhe vendosja e gjitha kërkesave ose rasteve që parashtrohen në gjykatë kushtetuese, qoftë nga individët, qoftë edhe nga institucionet shtetërore. Prandaj, unë mendoj se plotësimi i dy vendeve shtesë që kanë mbetur pra në gjykatë kushtetuese e fuqizon edhe më tepër edhe pavarësinë e kësaj gjykate, por edhe të themi ashtu e pamundson çfarëdo mundësie të rrezikimit të mungesës së kuorumit dhe funksionimit të gjykatës kushtetuese. Arsyeja parë është se përkundër faktit që edhe me 7 gjyqtarë vendimet janë kushtetuese, janë ligjore, prapse legitimiteti është më i madh i vendimeve nëse merren nga një përbërje e plotë e gjykatës kushtetuese prej nëntantarëve. E dyta, edhe siguria në raport me funksionimin e gjykatës kushtetuese është më e madhe. Tash për shembull aktualisht në fazën në të cilën jemi vetëm një gjyqtar, po në pamundësi të vetëm një gjyqtari për të marrë pjesë në vendimarrje, gjykata kushtetuese nuk mund të marrë vendime dhe që kjo definitivisht është problematike. Aktualisht në gjykatën kushtetuese, vendimet merren nga 7 gjyqtar, të cilët përbëjnë kuotën aktuale të kuorumit. Zonja dhe zotri, u përcjell edhe një informacion tjetër, në fakt komunikatën për media të Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, që ka përcjell me vëmendje zhvillimet e fundit lidhur me çështjen e njësorëve elektrik dhe pretendimet për keq llogaritje. Aty thuhet që me qëllim të garantimit të transparencës, korrektësisë dhe mbrojtjes së interesave të qytetarëve dhe duke u bazuar në ligjin për mbrojtjen e konsumatorit në kuadër të përgjithësive, është themeluar edhe një komision i posaçëm për verifikimin e njësorëve elektrik. Tutje do të vazhdojmë edicionin me të tjera informacione. Flasim tani për Komisionin Parlamentar për Mjedis që miratoi agjendën e fushveprimit për ta mbikëqyrur punën e institucioneve në fushat e ushqimit, bujqësisë, pylltarisë dhe të transportit. Antarët njoftuan se do të rishikohen së pari kontratat një burimore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe mënyra e ndarjes së subvencioneve për bujqit. Komisioni Parlamentar për Mjedis miratoi agjendën për fushveprim, që u jep antarëve të këtij komisioni mundësinë për të kërkuar llogari nga institucionet ekzekutive, nga fusha e bujqësisë, ushqimit dhe pylltarisë. Përgjatë takimit të sotëm u kërkuar rishikimi kontratave një burimore me Ministrinë e Infrastrukturës, si dhe ndarjet e subvencioneve për bujqit dhe fermerët. Për shembull, çështja e kontratave një burimore të Ministrisë e Infrastrukturës, dhe pavarësisht asaj që ka pas kontrollat një burimore, shumë probleme nuk janë evidentuar, sikur për shembull rasti i autostradës kombëtare, ku ka pas edhe rrëshqitje të vëllë, sepse me të vërtet ka ankesa të mëdha që ende nuk kanë marrë mbështetje për subvencionet për bujqësi. Dhe ne dimë shumë mirë se pjesa e bujqësisë është shumë problematike për fermerët. Nuk pajtojnë me ato se nuk ka pas në mbështetje më të madhe, ka pas, nëse mund me thonë vonesa, se ka pas një pjesë e fermerëve që i kanë marrë, po ditët e fundit ose javët të fundit është marrë vendime dhe është ekzekutuar edhe pjesa përndare pagesave që kanë ngel për vitin 2025. Përgjatë këtij mandati pritet të krijohen edhe 9 komisione që do të veprojnë në kuadër të Komisionit për Mjedis, të cilat do të marrin përgjegjësitë për kontrollin ndaj institucioneve ekzekutive. Ju përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Mandati i Vjosa Osmanit në krye të shtetit po përfundon, por ajo nuk mbetet pa përfitime. Si ish presidente do të përfitoj 70% të pagës së mandatit, mbulim të përhershëm shëndetësor për vete dhe familjen, si dhe pasaport diplomatike për gjithjetën. Kryetaria e Kuvendit Albulena Agjiu nga e diela me rolin e ushtruese së detyrës së presidentes, ndërsa përfitimet e ish presidentes vazhdojnë sipas ligjit. Ndjekim hollësitë që sjell Edon Podvorica. Me 4 prill Vjosa Osmani përfundon mandatin e presidentës duke e kaluar atë në statusin e ish presidentës së Republikës, një status që përveç simbolikës shoqërohet me një sër përfitimesh të garantuara me ligj. Ligji për presidentin e Republikës së Kosovës përcakton në mënyrë të detajuar të drejtat që i takojnë një ish kreu të shtetit, duke përfshirë përfitime financiare, mbështetje institucionale dhe privilegje të veçanta. Një nga përfitimet kryesore është pensioni i përhershëm. Presidenti i Republikës së Kosovës pas përfundimit të mandatit ka të drejtë në pension, shumë e të cilit është 70% e pagës të cilin e merr ai gjatë mandatit.
Pra, Osmani do të përfitojë rreth 70% të pagës aktuale presidenciale, një shumë që përkthehet në rreth 2.000 euro në muaj. Përfitimet nuk ndalen këto. Presidentja dhe familja e saj kanë të drejtë në sigurim të plotë shëndetësor dhe shërbime mjekësore gjatë tërë jetës. Pra, jo vetëm Osmani, por edhe familja e saj përfitojnë mbulim të përhershëm shëndetësor në institucionet publike dhe ushtarake. Vjosa Osmani Sadriu pas përfundimit të mandatit, siç është përcaktuar me ligj, do të vazhdojë të përdor pasaportën diplomatike të Republikës së Kosovës gjatë tërë jetës. Fëmijët e saj e kanë këtë të drejtë deri në moshën 18 vjeçare. Ky ligj përfshin edhe një periudhë tranzitore. Presidenti ka të drejtë në kompenzim monetar kalimtar për një periudhë 7 mujore. Ky kompenzim përdoret për mbulimin e shpenzimeve si zyrë, staf, komunikim dhe shërbime të tjera gjatë kalimit në jetën private. Edhe pas mandatit, angazhimi institucional vazhdon. Ish presidenti ka të drejtë për 5 vjet në hapësirë zyreje, pajisje dhe personel profesional deri në 3 persona. Kjo i mundson ish presidentes të mbetet aktive në jetën publike dhe institucionale. Siguria është një tjetër element i rëndësishëm. Ish presidenti ka të drejtë në përcjellje zyrtare për 3 vjet pas përfundimit të mandatit, ndërkohë statusi i saj mbetet i veçantë edhe në aspektin protokollar. Ligji përcakton se titulli president vazhdon të përdoret edhe pas përfundimit të mandatit. Po ashtu, ish presidentja merr pjesë në ceremoni shtetërore sipas rendit protokollar dhe përfiton mbështetje financiare për aktivitetet e saj në këtë cilësi. Të gjitha këto përfitime janë të garantuara me ligj dhe mund të ndryshohen vetëm nga Kuvendi i Kosovës. Ndrojmë tani temë. Pas 36 vitesh shpritjeje, familja Bunjaku ka rimarrë banesën e uzurpuar në Verit Mitrovicës që nga viti 1990. Vjolca dhe Sami Bunjaku tashmë kanë nisur renovimin e shtëpisë dhe synojnë të rikthehen sa më shpejt për të jetuar aty. Megjithatë, shumë familje të tjera të zhvendosura nga Veriu vazhdojnë të përballen me sfida për rikthimin e pronave, pasi zbatimi i vendimeve gjyqësore mbetet i ngadalshëm. Institucionet raportojnë për parim gjatë vitit fundit, por shumë raste ende mbesin në proces. Më shumë hollësi jep kronika vijuese. Rikthimi i pronave në veri të Kosovës mbetet një proces i gjatë dhe i ndërlikuar për familjet e zhvendosura. Familja Bunjaku është një ndër ato që prej vitit 2002 kanë ndjekur rrugë institucionale për të rikthyer pronën e tyre, por për vite me radhë pa rezultat konkret. Edhe pse vendimet gjyqësore përfshirë edhe ato të gjykatës supreme ua kanë njohur të drejtën e pronësisë, zbatimi i tyre është shoqëruar me vonesa dhe pengesa. Qysh në 2002 kena filluar, kemi bo lajmërimin e lëndës përmes habitatit në atë kohë, por nuk kena marrë diçka përgjigje konkrete. Habitati në me pat premtime, jo ka më të pagu qire, jo atë personin nëmëtarisht nuk mundë me largue, që si bisedime. Në për atë eshte veç filloha me hupë, së të këto shpresat, që të këthena përse i banesime. Mas pari shkum Veriu në drejtoj të zotni Erblin Macula. Agjencia për krahasim dhe verifikim të pronës gjatë vitit 2024 ka intensifikuar punën duke mundësuar kthimin e 10 pronave në komunat veriore. Megjithatë, shumë raste mbeten ende në pritje. Është një vendim aty nga komisioni që është lëshuar më herët dhe ne si agjenci për krahasim dhe verifikim pronës e zbatojmë çatë vendim edhe në bazë të atij vendimit dhe pastaj në kërkesë të pronarit legjitim e bëjmë lirimin e pronës dhe qelsat e pronës normalisht ja kthejmë pronarëve legjitim. Nuk mundemi me thonë edhe sa janë sakt se gjithmonë evaluon ky numër, lëviz. Sot për familjen Bunjaku ka nisur një kapitull i ri. Ata kanë filluar rinovimin e banesës me synimin për të rikthyer përfundimisht aty. Lumturia është e papërshkrueshme, se unë do ta rregulloj prapë çka ka qenë. Edhe pse djemtë janë rritash, domethënë jemi bo gjyshave që na do ta rregullojmë edhe pjesën tjetër do ta kalojmë këtu. Familja Bunjaku thotë se ky moment është më shumë se rikthimi i një banese, është rikthimi i identitetit dhe një pjese të jetës së tyre. Procesi i rikthimit të pronave po vazhdon dhe mbetet një nga çështjet kyçe për rikthimin e normalitetit dhe forcimin e besimit në institucionet e drejtësisë.
Flasim tani për një dukuri shqetësuese që çdo ditë më shumë po e gërryen shoqërinë tonë, dhuna në familje. Statistikat flasin për rritje të raportimit në organet gjetse, ndërkohë që pavarësisht përpjekjeve, shumë raste mbeten të paraportuara për shkak të frikës, stigmatizimit dhe mungesës së mbështetjes. Vetëm gjatë vitit kaluar, rreth 3.000 persona kanë kërkuar ndihmë, nga të cilët 75% janë gra dhe vajza. Ndër dukurit shqetësuese të shoqërisë edhe me tej vazhdon të mbetet dhuna në familje, e cila shfaqet në forma të ndryshme, me që rast shumica nga viktimat janë gratë dhe vajzat. Pavarësisht përpjekjeve për ta luftuar këtë dukuri, ajo vazhdon të jetë e pranishme dhe shpesh e paraportuar për shkak të frikës, stigmatizimit dhe mungesës së mbështetjes së mjaftueshme. Ne shumë pak institucionet tona bëjnë në parandalimin e tyre. Duhet të parandalohen, në anën tjetër duhet të sensibilizohet masa dhe qytetarët duke ditur kontekstet tona kulturore, të cilat i kemi për shkak turpit, stigmatizimit, nuk raportojnë dhunat të ndryshme brenda familjes, por në anën tjetër duke ditur që dita ditës familja përëndohet nga gjendja atyre ekzistenciale, atëherë dora e shtetit duhet gjithashtu të jetë në ndihmë. Pre e dhunës në forma dhe trajta të ndryshme mund të bëhet çdo grup mosh. Megjithatë, statistikat tregojnë se më së shumti viktimat i përkasin grup moshës 20 deri në 40 vjeç. Këto të dhëna u prezantuan gjatë një diskutimi me temen një vlerësim mbi trajtimin institucional të rasteve të dhunës në familje, si janë trajtuar gjatë vitit 2025. Çka është e rëndësishme është që Kosova pavarësisht që ka një kornizë këgja të konsoliduar qoftë legislacionet po edhe të institucioneve, prapse politika ndërshkimore ndaj kryesve të dhunës në familje mbetet për të dëshiruar. Pra, nevojitet një politikë më ashpër ndërshkimore. Është masë e domosdoshëm reagimi institucional ndaj dhunës në familje dhe nuk është vetëm detyrë ligjore, por është detyrë moral dhe detyrë mbështetërore. Bazuar në statistikat e rasteve që kanë nxitur reagim të policisë, ndihmë për dhunë në familje për gjatë vitit të kaluar kanë kërkuar mbi 2800 njerëz. Rrjedizimi dhe bashkëpunimi i mediave europiane është fokus i Akademisë Deutsche Welles në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës me mbështetje të Bashkimit Evropian. Si pjesë e këtij projekti, transmetuesi publik i Kosovës dhe Televizioni Federal i Bosnjës nënshkruan një memorandum bashkëpunimi profesional. Në qendrën inovative në Prizren u mbajt konferenca Next Gen Media, Expo 2, e organizuar nga Akademia Deutsche Welle në bashkëpjesëmarrje të RTK-s në kuadër të programit Innovations Media Mind, e mbështetur nga Bashkimi Evropian si ndihmë për mediat publike të rajonit. Ne së bashku zhvillojmë programe me partnerët tonë për të identifikuar çfarë nevoja kanë për t'i mbështetur ata. Iniciativat sikur këto janë shumë të rëndësishme për të shkëmbyer informacionet, për të mësuar më shumë nga njëri tjetri dhe për të krijuar modele të reja të komunikimit, të cilat korrespondojnë me kohën. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, transmetuesi publik dhe Televizioni Federal i Bosnjës nënshkruan një memorandum bashkëpunimi. Ne shfrytzuam këtë mundësi që me disa pjesëmarrës të këtij takimi, në këtë rast me Televizionin Publik të Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, të nënshkruajmë një memorandum të bashkëpunimit, i cili parasheh bashkëpunim në fusha të ndryshme të punës sonë, përfshirë këmbimet programore dhe fushat e tjera të bashkëpunimit. Vendosja e një bashkëpunimi aktiv dhe të vazhdueshëm ndërmjet televizioneve tona përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt forcimit të lidhjeve profesionale dhe përmirësimit të cilësisë së përmbajtjes që u ofrojmë shikuesve tanë. Hundozi paralajmëroi dhe nënshkrime marrëveshje të tjera që janë në misionin e transmetuesit publik, duke zgjeruar bashkëpunimin edhe me mediume të tjera europiane. Ndrojmë tani temë. Në Pastasel të Rahovecit janë përkujtuar 106 viktimat e marsit vitit 1999. Fshati kishte shërbyer si stre për popullatën e disa komunave që përpiqeshin të shpëtonin nga ofenziva serbe ndaj civilëve. 27 vjetori masakrës së Pastaselës së Rahovecit, pos familjarëve mblodhi përfaqësues të institucioneve të nivelit lokal e qendror, të cilët sot nderuan ata që vlerësohen
si themeli shtetësisë së Kosovës. Të dashur familjar, dhimbja juaj është pjesë e shtetit dhe e popullit tonë. Kujtimi për më dashurit tuaj është obligim moral shoqëror dhe themel i shtetësisë sonë. Serbia kreu gjenocid në Kosovë. Ata që na vranë menduan se do të na zhdukin, por ata ikën ndërsa ne qëndruam këtu të pathyeshëm. Grabitën gjithçka që mund të grabitej, rrahën e torturuan njerëzit që nuk kishin mundësi të mbroheshin. Vodhën soli e parane nga fshatarët dhe më pas i ndanë në grupet e vogla 30 deri 40 meshkuj dhe me urdhër e komandës ushtarake i ekzekutuan nga afërsia. I mbjetuari i masakrës së Pastaselës Tahir Krasniqi edhe më tej ruan të freskëta për jetimet e masakrës që kryen serbët mbi civilët shqiptar. Po më kujtohet ajo ditë sikur sot kur janë orë forcat serbe na kanë rrethuar edhe i kanë do gratë prej burrëve edhe fati që e kemi pas një farë peregje në alë diku një 2 metra na vinshin plumet e pushkatimi tyve lloj pushkatimit. Edhe Pastaseli vuan dhimbjen e të pagjeturve pasi shumica e viktimave ishin të djegura e të pa identifikueshme. Në fshatin Marec është hapur projekti Lifti Horizontal drejt Kozmosit, që shndron një objekt të vjetër shkollor në hapësira arti bashkëkor. Ky projekt është pjesë e strategjisë për ekonominë kreative 2026-2035, e cila synon ta bëjë sektorin kreativ një shtyllë të zhvillimit ekonomik përmes inovacionit, teknologjisë dhe bashkëpunimit, duke nxitur zhvillimin lokal dhe transformimin kulturor. Në një ambient rural në Marec, arti bashkëkor po merr formë krejtësisht të re. Projekti Lifti Horizontal drejt Kozmosit i artistit Sislej Gjafa synon të kaloj kufit tradicional të artit dhe ta lidh atë drejt për drejt me jetën e përditshme. Është tepër me rëndësi që hapësinat të cilat e kanë humb destinimin të cilën e kanë pas në fillimet e tyre, këtë rast shkollan, në të cilën jemi në Marec, dhe si shfrytëzohen këto hapësira për të rivitalizu, për t'i kontribu artit dhe kulturës, po të njëjtën kohë dhe për t'i kontribu komunitetit. Kjo është duke ndodhur në raport me disa projekte që veç janë në proces, por edhe të cilat do zhvillohen tutje, ndërlidhen me strategjinë që është ndërtuar në raport me industrinë kreative. Pjesë e projektit janë dhoma e Pulsit, një hapësirë për diskutimin e çështjeve sociale dhe ekologjike, si dhe arkivi dhe biblioteka e filozofisë, që synojnë t'i ruajnë dhe reaktivizojnë idetë. Artistët vonë në pas, Lifti Horizontal nuk ka destinacion, por është një udhëtim i përhershëm drejt kozmosit të ideve. Ka qenë diçka me i lënë pak pikpyetje dhe publikut, edhe me pa që arti nuk është veç i kufizum qatë sa e shohin njerëz. Lifti jonë është horizontal edhe është drejt kozmosit, ashtu që nuk ka limit kur gjo për neve. Ngjarja e hapjes u shoqërua me prezantime nga përfaqësues institucional dhe partner ndërkombëtar, të cilët nënvizuan se përmes projekteve të tilla synohet krijimi i një ekosistemi të qëndrueshëm ku komuniteti lokal dhe